përgjegjësi nga autoritetet kolumbiane, që u bashkangjitë në mandej edhe me deklarata Kina që kërkoi me Si e për realisht deklaratën e Kinës? Ajo kërkoi një lirim të menjëhershëm të Maduros dhe bashkëshortës së tij. Kina vazhdon të jetë një vend autoritar, një vend komunist, sikur që është edhe vetë Venezuela dhe shumë shtetet latinamerikane, nga se do të kuptuar, këtu ka deportuar deri në atë mas madhe ndikimi rus-kinez në edhe në ideologjinë marksiste-leniniste, sa edhe ministri mbrojtjes se ka emrin Vladimir, që është rast shumë i rrallë në të ketë emra të tillë, nga se kjo tregon nga koha e Chavezit një filozofi të udhëheqjes nga komunistët ultratmajt, por që kanë lidhje direkte me regjimin në Rusi edhe Kinë. Qartë. Dhe besoni se kjo ndërhyrja apo deklaratat e Kinës janë më shumë një mbrojtje sovranitetit për Venezuelën apo është një interes strategjik i saj? Jo. Dhe a ka gjasa që gjithçka të mbetet vetëm në suaza diplomatike, pra vetëm deklarata, sepse nuk kemi parë se është marrë ndonjë hap për ta ndihmuar Maduro? Kina është në ekspansion të madh ekonomik, edhe përfshin gjitha ato shtetet që janë të brishta, sikur që janë edhe pjesë vendeve të Azisë, por në veçanti pjesën e Afrikës, edhe Amerikës Latine, dhe interesi i saj nuk është në aspektin politik apo të mbrojë një të drejtë, sikur që ajo pretendon, por është interesi ekonomik i saj që ta ketë tregun atje dhe normal burimi i naftës, pasi që Venezuela është vendi i parë në botë me rezerva. Nuk është prodhuesi më i madh, por është me rezerva naftës në botë. Edhe në këtë drejtim, mendoj që këto fare nuk janë qëndrueshme kërkesa e Kinës, Rusisë, Bielorusisë, po edhe vetë Kolumbi që ka kërkuar, po Vučićit, po është mund nga ajo se ato mbajnë regjime totalitare, pra të majta, dhe me pretendime që kanë një interes ekonomik madh, po jo dhe rreziku çfarë ai paraqet, jo vetëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po edhe për te mu për shkak të narkoterrorizmit, se ky qëndron krye të njënës për 2 kartelë më të madh të drogës atje, por edhe kërcimeve tjera për shkak të prodhimit të armëve edhe aspekteve tjera, pra edhe jo vetëm nivel, rajonal, por edhe më gjerë. Dhe ekziston rreziku i Bishi që pikërisht ky rast të hap udhë pastaj edhe për arrestimin e kryetarëve të tjerë të shteteve të tjera që pak a shumë kanë të njëjtat problematika. Atë gojle, e kanë edhe këta që po reagojnë, apo? Këta kryetarët e vegjël, sikur që është Vučić, edhe opozita në Serbi e përshkruan të gati të njëjtin, nga se dihet me sistem të shtypjes protestave të vazhdueshme në Serbi, tregon që ky ka ardhur me vota të vidhura në pushtet Vučići, edhe normal me lidhjen për interesat gjeostrategjike ruse në Ballkan, është një partner i Rusisë, po edhe i Iranit, po edhe Kinës, sidomos edhe Kinës veçanti po e veçojnë, nga se shumë investime ekonomike të minerale, por edhe në aspektit e investime infrastrukturore, Kina po i bën aty, i kanë dështuar disa për shkak standarde europiane, por realisht Serbia paraqet një rrezik potencial për jo vetëm interesin gjeostrategjik rus, por edhe për ekspansionin kinez në këtë pjesë të Ballkanit. Çështja tjetër është se ka bollë nga aspekti i shkeljes drejtave të njeriut, pra, nga se ka montuar kamera të cilët identifikojnë lëvizjen, pra edhe në aeroporte, por njëkohësisht edhe në qendrat urbane, pra kamerat inteligjente të cilat identifikojnë personin edhe hynë në çështjet personale apo të tij, që është në formë dhe rrezikojnë sigurinë personale. Pra, gjithë kjo tregon që Kina ka një ekspansion, një influencë të madhe, jo vetëm në rend por ekonomik, pas interesi i saj është që të ketë, pra, për shkak të zhvillimit të saj, por edhe në aspektin e sigurisë cenon edhe rrezikon, nga se shumë nga armët që i ka marrë Serbia, që armatos të mase, vinë nga Kina, por edhe në kohë të paqes ajo përdor sistemet pra inteligjente edhe të vëzhgimit.
Po, para se të kalojmë dhe të flasim ndoshta pak më gjerësisht dhe më në detaj edhe për deklaratat e presidentit serb Aleksandar Vučić, të ndalemi tek Amerika Latine. Ka gjasa që të ketë një përshkallëzim të situatës atje, duke qenë se e lexova edhe pak më herët edhe deklaratën e presidentit të Kolumbias, i cili tha se është gati të marrë armët në duar nëse do të jetë